kam përshtypjen që depresioni dhe ankthi që janë tashmë tek të rinjtë të gjithë popullata kryesisht, a është e barabartë me frikën dhe këto frikëra a janë të brendshme apo të jashtme? Atëherë, depresioni dhe ankthi tek të rinjt duhet të themi është në rritje për arsye të ndryshme, është multifaktoriale, themi ne. Frikrat zakonisht janë të brendshme, por mund të jenë dhe të jashtme, që do të thotë kemi faktor ekstern dhe intern. Të ndaloj pak tek rinia. Rinia e sotme po përballet me një botë që ecën shumë shpejt. Se që ti ndonjëherë duhet vraposh për ta kapur synimin tënd. Duket sikur ky realiteti i sotëm nuk na jep kohë që ne ta arrijmë me ritmin ton një synim. Duhet vrapojmë, duhet të shkallojmë për të arritur diçka. Duhet të çmendemi për të arritur diçka. Duhet të fluturojmë ndoshta. Dhe njerëzit jetojnë, veçanërisht rinia, me këtë presion. Dakor? Rinia e sotme bombardohet nga mëngjesi deri në darkë me modele false, me modele që nuk i përkasin realitetit. Dakor? Dhe çfarë ndodh? Më bërë pyetjen mbi faktorët e ankthit. Këto që sapo thash, pra kjo botë barbare them ndonjëherë, janë faktorët e jashtëm. Pra ti ndëron ndoshta diçka që s'është ajo që ti vetë dëshiron, por sepse të tjerët mendojnë që ajo është gjëja më optimale që ti duhet arrish. Faktorët e jashtëm, të brendshëm, pastaj janë, mund të themi, mënyra se si ti e shikon botën. Mund të marrim një shembull, ka persona që kanë tendencë të mendojnë negativisht, të jenë pesimist. Ka persona që kanë tendencë të mbimendojnë mbi diçka. Dhe ky është një faktor i brendshëm. Dhe duhet kuptuar arsyeja pse ti si individ ke këtë mënyrë të parit jetën, të parit botën. Çfarë ta ka shkaktuar? E lidhim shpeshherë me fëmijërinë, këtë mënyrë të menduari. Është, mund të themi, komplekse, por në të njëjtën kohë dhe e trajtueshme. Kjo është, sepse pastaj shikoj njerëz që thonë, nuk dëshirojmë kurrë, nuk do më kaloj kurrë, unë jam njeri që prekem nga gjithçka. Do të thënë, shikon dhe këtë humbjen e shpresës te këta njerëz, dhe unë ja them gjithmonë, çdo person që punon me veten e tij, me emocionet e tij, ka gjasa dhe shumë mundësi që të ndryshoj bot kuptimin e tij. Pra ta shikojnë në një mënyrë më të shëndetshme dhe jo kaq patologjike sa që kemi tashmë këtë tendencë në ditët e sotme. A ka njerëz që janë imun nga ankthi dhe depresioni? Nuk e besoj. Ka njerëz që e fshehin mirë ndoshta. Por gati të gjithë njerëzit kanë momente krize emocionale, blokada emocionale, kanë vështirësitë e tyre. Nuk besoj, se tani fjala ankth dhe depresion nuk po flasim për çrregullime, por nëse flasim për një gjendje fiziologjike ku ti bie emocionalisht, që s'është ankth dhe depresion, nuk është rregullim, të gjithë i kanë momente të dobta, pa diskutim. Kushdo që ti shikon përdall e ka, i kanë patur dhe prindrit tanë, pavarësisht se ne na duken sikur kanë qenë personat më të fortë në botë. Të gjithë e kanë atë moment dobësie ku thon çfarë po ndodh me mua. Të gjithë e kanë. Pastaj rruga e duhur është ajo që se si ne menaxhojmë veten tonë për të fshehur emocionet, për mos i bërë të dukshme, po kjo na bën mirë ne apo na bën mirë tek sytë e njerëzve? Na bën dëm. Na bën shumë dëm. Dhe prandaj thash në fillim, kur fola për veten time, bëra një pyetje, kush është Denisa, dhe thash, unë ndonjëherë, po jam krenare që flas edhe për dobësitë e mia, jo vetëm për atë pjesën time të fortë. Sepse fasada i lodh njerëzit. Ne tani kërkojmë njerëz të cilët janë autentik. Dhe kur ti tregosh gjithmonë i fort, më besoj që leqa askush nuk ta beson në ditët e sotme. Por bëhesh paksa jo i vërtet. Pra ne jetojmë në një periudhë ku kemi nevojë të gjejmë vetveten tek njëri tjetri.
ti nuk e ke idenë se sa ndihmëse është kur një person i panjohur bën një bisedë me ty dhe thot, e di që kam kaluar dhe unë një periudhë ankthi. Të ndizet lampa në mendjen tënde dhe thua, edhe unë. Pra, ti habitesh kur takon dikë që po të thotë vërtetën. Po të flet për një dobësi të tij. Dhe natyrisht që me një person të tillë ti lidhesh më tepër emocionalisht. Natyrisht ti thua, ja vlejti të kisha një bisedë me të, unë ndjeva mirë. Sepse ne kemi nevojë të jemi të kuptuar, të dëgjuar, të mos ndihemi vetëm në atë vuajtjen tonë, të mos na duket sikur vetëm unë kam këtë shqetësim dhe askush tjetër. Është një mashtrim i madh. Të gjithë personat kanë momentet e tyre të dobësisë. Fakti që shumica e të rinjve, por jo vetëm ndjekin trend për të pasur dhe për të qenë një bloger ndoshta i suksesshëm, trend për t'u larguar nga vendi sepse njëri ka bërë dhe komshiu, trend për të pasur një punë më të mirë sepse një miku im i bankës dikur ka një punë më të mirë. Kjo tendenca për të ndjekur këto trendet a na mbyll akoma më shumë në vetvete dhe na krijon një rreth vicioz? Po, sepse na çon në konfuzion. Rinia e sotme ka shumë mundësi dhe të kesh shumë mundësi të çon në një farë konfuzioni. Dhe ka një dizavantazh të madh brezi i ri. Unë e vëre tek djali im, është 14 vjeç tani. Ky brez aktual ka lindur fatkeqësisht në një epokë ku paralelisht ekzistojnë dy jetë. Pra, ajo virtuale dhe ajo reale. Nëse brezi im, unë jam gati tek të 40-tat, kanë jetuar dhe një jetë pa internet, pa virtualitet, jetën reale. Këta nuk e din çfarë do të thotë të kesh një jetë pa internet. Çfarë do të thotë të kesh një jetë pa krahasim, pa kompetencë, pa bombardim mendor. Dhe unë po mendoj dhe po bindem me kohën që ky rini ka nevojë për leksione në shkollë që të kuptojnë çfarë do të thotë të jetosh 100% atë gjën e prekshme. Pra, tjetrin. Të qëndrosh në natyrë duke prekur lulet, duke parë pemën, duke parë liçenin. Ky rini është distancuar jashtëzakonisht shumë ndaj realitetit. Dhe për të përgjigjur pyetjes tënde, ndërrojnë të bëhen blogera, ndërrojnë të bëhen, ku dëgjon, si filani, fisteku, sepse nuk janë tashmë autentik. Nuk din as ata vetë çfarë do të zgjedh. Këtë sepse i duket botës bukur apo këtë sepse mendoj unë që është me ambienti ku unë mund të rritem. A ka një lidhje mes depresionit, ankthit, stresit me jetëgjatësinë, sepse unë para disa ditësh ndoqja një kronikë televizive që fliste për një fshat në Finiq, ku nga 100 banorë që kishte fshati, 25 prej tyre ishin mbi 90 vjeç. Sepse natyrisht që të jetosh me natyrën çton edhe jetën.